Më qenë se në këtë legjislaturë ka marrë besimin që të jem pjesë e Komisionit për Arsim, ndjej obligim moral dhe institucional të theksoj qartë se ajo me të cilin përballemi sot në sistemin e arsimit, në fakt nuk është një gjendje e zakonshme. Është një alarm për shtetin e Kosovës. Ky alarm bëhet edhe më i fortë në momentin kur ju e shihni argumentin nga PISA. Fëmijët tonë janë 3 deri në 4 vjet më poshtë se fëmijët tjerë në aspektin e arsimit. Le të ndalim një moment të kjo. Kjo nuk është vetëm statistik. Kjo është diferenca në mes të një të njeriu që konkurron në tregun evropian dhe një të riu që mbetet në periferi të tij. Prandaj, çdo vit që kalon pa veprim e thellon këtë hendek. Në këtë kontekst, nëse arsimi do të ishte prioritet transformues, këtë do ta shihnim qartë në strukturën e buxhetit të vitit 2026. Por sot, realiteti është krejt ndryshe. Ju mund ta shihni vetëm nga aspekti dhe përqindja e pagave te sektorit të arsimit që shkon mbi 80%. Ndërsa shumë pak mbetet për ato që realisht ndryshon jetën e nxënësve, strategji kombëtare për zhvillimin e arsimit dhe në këtë kuadër edhe cilësinë e mësimdhënies, zhvillimin profesional, inovacionin në klasë. Ne nuk kemi nevojë për përsëritje të buxhetave të kaluara, sepse ato nuk kanë sjellur reforma të arsimit në Kosovë. Ne kemi nevojë ta ristrukturojmë mënyrën se si e organizojmë sistemin e arsimit në Kosovë. Sepse ky sistem nuk po përparon mjaftueshëm shpejt për fëmijët tonë dhe mos të harrojmë që fëmijët tonë nuk kanë kohë për ritme të ngadalta. Sot po përqendrohem tek nxënësit tonë, por nuk duhet harruar kursesi Universitetin tonë të Prishtinës, shtyllën e zhvillimit tonë të sotëm dhe shkenca, nëse duam të jemi pjesë e rajonit dhe Evropës. Për më tepër, sfidat strukturore vetëm sa po shtohen. Ndërkohë që numri i nxënësve në Kosovë po bie nga viti në vit, struktura jonë shkollore ka mbetur pothuajse pa ndryshuar. Sot, të dashur kolegë, kemi mbi 300 klasë me më pak se 5 nxënës. Edhe këta 5 nxënës nuk janë të moshave të njëjta, ndërsa ekziston krejt tjetra në aspektin e vetë kryeqytetit tonë. Kemi shkolla mbi 35 nxënës për klasë, e cila nuk e siguron cilësinë e arsimit në Kosovë. Kemi shkolla me hapësira të pashfrytzuara dhe burime njerëzore të shpërndara jo në mënyrë efektive. Në kushte të tilla, një sistem i fragmentuar e ka shumë më të vështirë të garantojë mësimdhënie cilësore për të gjithë, por problemi nuk ndalet këtu. Një nga dobësitë më serioze mbetet mungesa e matjes së qartë të rezultateve. Sot në dokumentet buxhetore mungojnë qartë indikatorë të fortë kombëtar të arritjeve, lidhje drejt për drejt mes financimit dhe rezultateve, sistem i konsoliduar i vlerësimit të mësimdhënësve i lidhur me zhvillim profesional. Pa këtë, ne po lundrojmë pa busoll, sepse vërteta është e thjeshtë, ajo që nuk matet me seriozitet, nuk përmirësohet me shpejtësi. Pikërisht për këtë arsye, ky është momenti vendimtar për fëmijët tonë, jo për rregullime të vogla, por për fokus të qartë dhe të guximshëm. Pyetja është kjo: a jeni të guximshëm ta zgjedhni rrugën e vështirë? Ndryshimi vërtet dëshmohet atëherë kur e zhvendosim fokusin e buxhetit drejt cilësisë të nxënit, jo vetëm drejt rritjes së sasisë. Ndërtojmë një sistem të besueshëm të matjes së rezultateve. Forcojmë vlerësimin dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve. E riorganizojmë rrjetin e shkollave sipas realitetit të ri demografik dhe veprojmë me urgjencë për ta mbyllur hendekun me vendet e zhvilluara. Sepse arsimi nuk është vetëm çështje sociale, është çështje e zhvillimit ekonomik dhe sigurisë kombëtare. Në fund, historia nuk do t'ju gjykoj për buxhetet që keni miratuar, po për mundësitë që ose ja keni krijuar ose ja keni mohuar fëmijëve tonë për zhvillim në krahasim me fëmijë të tjerë. Dhe sot është dita për të vendosur nëse doni një sistem që administron apo një sistem të arsimit që transformon. Faleminderit shumë. Faleminderit, tani e ka radhën deputeti Ermal Sadiku.